Basti që tronditi rrjetin, 55.000 euro bast, Dionis Biba shpërthen në rrjet. Fituesi i Ferma VIP, Dionis Biba, është vënë në qendër të vëmendjes pas përhapjes së lajmit se ai ishte arrestuar apo po hetohej për një bast fitues prej 55.000 eurosh, i vendosur për fitoren e Shqipërisë ndaj Serbisë. Spekulimet nisën pasi në rrjet qarkulloi një skedin me bazë 10.000 euro, e cila doli fituese, dhe që u lidh menjëherë me emrin e tij, për shkak të përfshirjes së mëparshme publike dhe bujës që shkaktoi basti. Por Biba ka reaguar menjëherë, përmes një Instastory, duke e mohuar plotësisht përfshirjen e tij në këtë bast. Ai ka ripostuar foton e biletës duke e shoqëruar me mbishkrimin ironik: "Heu kush e ka fut kyt bilet more?" Dhe ka shtuar: "Në asnjë moment nuk kam thënë që e kam vendosur unë. Pse hapni panik kot?" Ky reagim i preri Dionisit hedh poshtë çdo lajm për hetim apo arrestim dhe duket qartë se ai po distancohet nga çdo lidhje me bastin, për të shmangur përballje me ligjin, pasi bastet sportive janë të ndaluara në Shqipëri.